أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استر عيوبنا واستر نساءنا واستر أعراضنا واستر عوراتنا وارحمنا وارحم موتانا واحفظنا واحفظ أحيانا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى لك الحمد في دنيانا وأخرانا لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل وسلم وبارك وعظم وأنعم وأشرف على سيد الخلق سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وعظمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبعد يقول الحق تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله صدق الله العظيم Gjëmatë nderuar, lavdrimet edhe falënderimet janë vetëm për Allahun, për shëndetjet tona të përzemërta të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam në përmet salavateve të dërguara. Allahu xhalla xjalaluhu wa xhalla shanu wa duke u lutur që prej neve dhe gjithë muslimanëve anë kanë botës të gjitha llojet e ibadeteve që i bojnë prej neve dhe atyre kabul t'i ban inshallah. E lusim Allahu xhalla xjalaluhu wa xhalla shanu që namazin e xumaz prej neve ta pranon. Ne lusim Allahu xhalla xjalaluhu wa xhalla shanu që këtë ditë madhe për tanë muslimanin botë ta bjen marrë mirë inshallah. Tema jonë që disa dita xumava shahapën këtë xhami lidhje me sprovat, lidhje me fitnet që muslimanët do t'i përjetojnë, për të cilët Kurani i Kerim dhe Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam qartë edhe bukur e kanë lajmëruar. Rasulullah alayhi salatu wasalam në hadithet e para që i transmetuam dhe i shpjeguam me tonën, vazhdon tema e jonë në ka me ardhë koha, ka me ardhë dita që prej ummetit tem prej umetit tem kanë me vepru mu ashtu si që kanë vepru Beni Israili, si që kanë vepru Jehudit. Ashtë fjala për largimin e muslimanve të umetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam nga dini ative ma vonë. Mu ashtu si që janë largu Beni Israili prej dinit vetë, të cilin javë ka trasu Musa alaihi salam në përmet të vratit edhe sahifëve të ati. Hadhwan na'li bin na'l, ka thonë Rasulullah a.s. shembulli javës para kalume. Atë shumë ka me u pëlqi tabijati ju, atë shumë keni me i shku mas sunneteve të huja, atë shumë keni tabijatët e huja me ishtin familje mirë, edhe kanë me qenë për ju të pëlqishëm si në lanën me në lanë e kërë pëlqenë. Ndokët këtë shembull e selëm edhe sot dijavë, se baba kur blenë në lanën pazari janë shtime njëna me qetrën rip, edhe ato fajveni ku nohet koma ishin të pëlqime shumë mirë, apo? Sa Rasulullah a.s. Tabiatet e juve duke u largu prej fejes ma vonë kanë me qenë pëlqime me tabiatin e shkavit bashkë si në lanja me në lanën. Hatta in kane min Beni Israile men jeti ummehu alanije. Tha deri ku ka me shku puna largë? Në kohën e Beni Israilit njoni ban të lavirim, ban të zino me nonën e veta shiqare. Wa se jekunu min ummeti men jefalu dhalike hasha lillah. Ka me ndodh edhe në ummetin tem kush ka me vepru kështu. Edhe prej ummetit tem ma vonë kanë me bëk si veprime. Allahu xhalla xjalaluhu wa xhalla shanuhu ummetin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam prej çdo maskarallëqish, prej çdo rrezillëqish muhafaza e bëft inshallah.
nuk është larg menës. Kush i ka përcjell shtipët, kush i ka përcjell gazetat, kush i përcjell ndodhinat me rregull çka ndodhin në botë. Kjo që po e thot Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam para 1400 viteve, nuk ka ndodhur vetëm një herë. Kjo ka ndodhur më shumë se 100 herë. Ka ndodhur më shumë se 100 herë në shekullin tonë. Ai njeriu i cili ka pas mundësi me kaluna për historinë e burgjeve, edhe me lexuar se çka ka, për çka gjithsej njerëzit në burg burgosen, në mesin e ative edhe kjo kategoria është. Në mesin e të burgosmive edhe kjo kategoria. Në mesin e të burgosmive është edhe ai që ka rënë kësi hendeki me bien e vet. Në mesin e ative është ai i cili a fut këtë hendek me motrën e vet. E kësi gjona Allahu xhalla xhelalu prej këtive neve gjithë më afazën a baft, mirë po Rasulullah alayhi salatu wasalam, ai dërguar i Allahu xhalla xhelalu, të cilit Allahu xhalla xhelalu i mësoi shumë gjona, apo me ta them hala ma preciz. Çdo gjë hemen, vetëm atë që s'dashti Zoti më mësu. Wa sayakunu min ummati man yaf'alu dhalik. Sa do të ketë edhe në umetin tem kush do të vepron kaq negativ. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, sahabët Rasulullahit alayhi salatu wasalam, nga ki transmeton Buhariu dhe Muslimi radhiyallahu ta'ala anhuma, dhe la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Do të ummeti ma vonë do të shkelin në tragat, do të shkelin në farkemat, do të shkelin në gjurmat e ative që kanë kalu para meje, e umeteve të cilët kanë kalu para Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sikur Beni Israili e umete tjerë, pejgamberëve tjerë përpara. Shibran bi shibr, sa plam mas plame. Çka do të thot në hadithin e Muhammed Mustafa plam mas plame? Do të thot, ju do të jeni aq dobët, ju do të alini aq shumë rrugën, ju për punët e huja, për tabiatet e huja, për rregullat e huja, për ato që janë të Islamit, aq shumë keni me qenë të interesuar. Aq si hapun keni me hes, keni me pas frikë se po ju pështon dëni sen helbet, dëni plam pa i përcjell ato çka po bëjmë edhe na. Thënë shibran bi shibr, keni me hes plam mas plame për fërkemin e ative. Në koncert, vdesh, biftan, rezillëk, zina, vjedhje, hangër mallin e huj, nuk ka më u kursi kurkush, derisa t'ju ngjaje veprimi juv, sunneteve të popër, rrugëve qera, rrugëve umeteve, para Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Shibran bi shibr, plam mas plame, ka thonë dhira'an bi dhira', kut mas kuti. Kështu ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kut mas kuti. Edhe nuk do të ngini, asnjëherë nuk do të ngopni, prapë në mramje do t'ju jese me rak, mos pështoj dëni sa në helbet, së ne pabë që shpëja bojnë ato t'ja bojnë edhe na. Do t'u bani me rak, do t'i jese dikuj me rak fort, për shka s'ka mujt një këmish me vesh, se i kish ka përci këti se ne kish vesh e kishin vesh qerë. I kish ka përci një loj këpuce se ne kish vesh, kish ja kanë vesh qerë. I ka përci një modeli frizurës, shka qerë pe bajshin kisë ne kish bajt. Thash një dite prej gjumove që po bojmë desë këtë gjamile pra po e ceki. Rinien tonë ndaj të cilis kemi respektin e veçantë. Rinien tonë në të cilin kemi shpresat veçanta. Rinien tonë të cilin e shiqojmë mesit rahmetit edhe të mëshirës. Rinien tonë në të cilin i kemi ment edhe shpirtin me ta. Pyetjen e bojnë. Sa duhet me punu një hoxh mbi ta, deri drejtohen ato se që duhet me hek flok të berberi. 100 vetë punë, mas 100 vetëve ndoshta nuk do të ketë sukses. Sa punun askartë amerikanëve për mi bo frizurat një popull kejtë citative. Një të kapërcime për sokaki. I kishim flok të hekëm me tas qorbe, ato kejtë bota tas qorbe. Ka thonë, letet të bianë sënëna men kene kablekum. Ju do t'ju shkoni umeteve qerë, ju do t'ju shkoni popëve qerë mas. Shibëran bi shibër, dhiraan bi dhira. Plam mas plame, e kuti mas kuti. Do të thotë, nuk do t'a huqni as një fjalë, as një vepër, as një punë, as një dimenzion, as një diapazon të ative. Hatta lau dakhalu gjuhra dabbin, ladakhaltum ma'ahum, au do fi riwajetin latabi'tumuhum. Thaj, derisa ato me hin birën e gjarpnit, me modat e veta e kam fjallën, ju hini mas ative. Me hin ato në birë gjarpnit, ju mas ative hini. Ja Rasul Allah, qëfar ummeti ka na kjo ummet në ato koha?
Çfarë ummeti ki ummet kanë në ato koha që plam mas plame, kuti pas kuti po i shkojnë ka popove qerë. Ato as kanë ulemon mesin e veta. Ato as ka kush mi orientu në venin e veta. Po, ato kanë ulema. Po ulemat e ative as e njofin islamin, jo e njofin shumë mirë. Ata nuk i din rregullorët me javë për cilë gjematit veta. I din shumë mirë edhe javë për cilën shumë mirë. Po do të vene koha kur gjemati i ulemave të asaj kohe do të shëndrohen në asaj kategorie që masi të fole hoxha, masi të spjegohet ajeti, masi të spjegohet hadisi, me smrabi gjahilat e morin fjallën edhe fetfaja ative jetë. Se hoxhën e konsiderojnë të parin e vetë ama deri sa tjetë në kursi. Kur ta shnoj e komën për kursi e s'poshtë, atëherë zot në lëkin e morim na. Hoxhën e konsiderojnë të parin e vetë mirat piset thoi Allahu Akbar deri t'jape selam. Si t'jape selam të nena mo frenat edhe dizginat edhe vëllonin e mormi na vetë, se na jemi zotnit. Atëherë në këtë rast, gjemati, populli, ummeti, burrat, gratë, trit, trejat, pleç, plakat, shumë dhëtë ju interesojnë me morë ders pjative hoxalarve. Pjative hoxalarve tjerë të cilët tregojnë dersin në për kursijat e shejtanit, a kursia e shejtanit me madhja sot edhe ma moderne prej gjithë kursijave, ku a i spjegon dersat e veta, një kursi prej kursijave, asha i televizori me 150 kanala, i cile a fut mrena loj hoxhe, loj modeli, loj muderrisi, loj profesionali për shkatrimin e moralit, loj filmi, loj agitacioni, loj propagande, loj mjeshtrije për me ndrejsh prej muslimanve jo musliman, a muslimanët e shkret, muslimanët e nderuar, muslimanët e pashkolluar, muslimanët e cilët mendojnë se me një ders gjumon e mësojnë fene vetë, a na kemi kalzu qish në derësët e kaluara, se a i gjemoti cili ven që këtë gjami, edhe në ngon neve një orë ditën e gjumon, prej ora 11, terin 12, për me na përcel mirë shka mujmë me i thonë ati 950 vetë duhet me jetu. Deri ti mësoj e kejtë gjona që ka i ka një hosh pregaditu na me jaspjegu. 950 vetë imër dush me pas. A realizohet kjo? A bëhet kjo të njëherë? Për atë shkak, kësi do t'jenë ato? Qka mendojnë se fejnë me nasihat e mësojnë? Me nasihat gjamiës një orë? Qka mendojnë se këtë din e rrinë musliman, si t'hinë gjami të thej rezoni? Ato shka mendojnë se Ramazan bëhen derë se bol, edhe islamin du të mësojnë për gjallarve. Jo, feja jonë nuk ka kjo. Kush na i trason islamin këtë mënirë, nuk na ka spjegu gjo. Islami është dini shkollës, islami është dini shkencës, islami është dini institucional. A i duhet me umësu të shkolla, gjë ku janë filorja, edhe shkolla e mesme edhe fakulteti edhe postdiplomikët. A i duhet me usuju në universitete mirë, që në mënirë generacionale dalin njerëzit besimtarë dhe ta din fejnë e vetë shkash. Për ndryshe s'ka fitore, për ndryshe nuk ka bereqet, për ndryshe nuk ka gjemat. Edhe njëherë po e theksoj edhe po thamë, a i gjemati cili ka dëshirë fejnë me mësu pi hoxhës vetë, 950 vetë duhet me jetu, si doje me ditë diçka në përmet dersi gjumas, për shkak se dersi gjumas a shumë pak në krahasim me kohën edhe nevojat, edhe principet edhe diapazoni i islamit i madh i cili në ka ardhur në përmet Kurani Kerimit dhe sunetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum ma'hum, edhe derisa kështu do të jeni, si të hinë ato në birën e gjarpnit, edhe ju do të hini mas me to. Kulna ya Rasulallah, a thonë ja Rasulallah, o i dërguar e Allahu gjelle gjelaluhu vë gjelle sha'nu. Ka thonë na, a në të tebja el jehuda vë nësara, tha na, në të ko, a do t'i shkojmë mas jahudive dhe krishterve? Tha, faman idhen, e kuj do t'i shkoni si mës t'i shkoni mas time, kush janë ato qerë? Nuk ka qerë, ja jahudi, ja nasrani, ja jahudi, ja krishterë, njoni për qëtive tive, tha, e kuj do t'i shkoni mas t'i kuj, s'ka qerë. Sahabët e kanë bo këtë pytje me theks shumë të thellë kër e kanë bo, ka thonë, jahudve edhe nësarave, qitive do t'ju shkojmë masa, që si do t'bomi na dikura, tha, fëmen i dhenë, tha, kuj që tërkuj, s'ka qërë. S'ka qërë. Ka drejta me ngrejt gishtin me pyt njoni prej gjematit me thonë, muslimanët nuk shkojnë kështu që shpo thot hadisi bashqash letë. Ato që shkojnë mas krishterve dhe jahudive, që shkojnë mas? A shumë let me dit, a shumë let pa asë një penges, kjo s'do shumë filozofi. Këta hoxha jote e spjegon me një gjimës fjale. Shkollën tane, universitetin tanë, qeverijën tane, që shki qefën këtë kohën tane me pas ti, a laike, a jo laike? Këta ngre ona,
Laike o gjapeni, kjo mo dijet, kjo a vendos London 1893 largov, piksa ik më njerë. Laike dijet ma, ajo dijet, s'ka nevoj me bisedu për atë punë. Tama, u kri, ti je aj, shka i shkon mrapa jahudive dhe krishterve. U bitis. Sunnetit ative ju shkon mas. Me hi ato në birë gjarpnit, ti në birë gjarpnit. E po mirë, që këtë birën e gjarpnit, na semi ka e kuptojmë. A ka zbërthim? Ka zbërthim kjo. Ato kanë hi në droga, kanë hi ajo. Ato kanë hi në drogë, shumë fell kanë batis në drogë. A kemi batis edhe na? Ato kanë batis në zina, a kemi batis edhe na? Në shtetin Gjerman 81 milion, me përgjegjësi e tham. Në shtetin Gjerman 81 milion, e 600.000 banor, si cëla e dita grue ka kontakt me burë qëtër. Ka pushkohet. Qanena pushkohet. Pra ato pas kanë hinë birë gjarpni pa mi hinë edhe na në birë të ative. Sida, a kanë hinë birën e sidës, a kanë hinë birë gjarpnit ajo. Kanë hinë birë gjarpnit edhe mangusht kanë hinë. Na ka pushkojmë. Mjeku e lajmëroj para 4-5 ditave para një javës se për fat keq i kam prej një katurit në rrathinën e Kumanovës, 4 vajza i kam në rrathinën e Kumanovës, 4 vajza për fat keq të popullit tonë, që ti populli, 4 vajza i kam, tut 4 jam të isheru, pacientat regull, jam të isheru prej drogës. Vajza. Pin 16 vetë të rinë 18. Le u dakhalu u gjohra dabbin, le dakhaltumuh, me hinë birën e gjarpnit ato dhe jo hini se ato e provun një gjonë na metëm për e provu. Shkojmë ta shofim shka ka në ta. Ato kanë hi në vrimën e padrejtësijës, mullet hime dhe na, kanë hi në vrimën e shkatrimit emnit, fjales, familje, gutë edhe na të him se na metëm. Kadal, edhe vajzat e tonë ndoshta, kadal edhe gjemt e tonë, ndoko se shpejt bilet të mfalni, kadal në dhome dhe na do të anojmë atë tavolinën midis sofës, e ka uqat rrasa saj dhe do të rrim, vetë tullëm ka uqin e ullët, kom në stall, kejtë familja pi katana ondë, do të aborim një kulturë dhe cilën se kemi pas, ka thonë Rasulullah s.a.s. Edhe ketë do të bani, se me hi ato në birë gjarpnit edhe ju që a gjithë të thini, kejtë ato shka të bojnë do t'ju do këtë juve e mirë, kejtë ato që do të veprojnë ju do t'ju do këtë juve se ju keni me keqë ato u knaqën. Thash një ditë disa gjemve me një institut në Bulqiz. Në institutin e Bulqizës, në ligjëratën të zënën e majtëm, javën e kalume. Janë ati një 315-20 quna shka mësojnë fejën islamën, Shqipni. A pranën njoni prej juve, edhe trive tonë javë bëjmë qatë për njajtë në pytje. A pranën njoni prej juve, që në mesdi jahudive të gjallë si vetë, njoni me të nejtë me shpinë që tonë në gjikës, a qetri me gjikës në shpinë, edhe kejt jetën me kalun mes qative dive, a këshë me pranu? Përgjigja me siguri e rinjës tonë jo. Përgjigja e rinjës tonë me siguri jo. Isak Shamirin me njonë, edhe Peresin me njonë. Njonin gjikës, njonin shpinë. Jo. Po mirëve vëllave jam. O gjaliri i dashur, o ti, i cili shumë për të dojmë na. Edhe shumë për tije për interesomi, kur po flati na porim qutë për tije. Michael Jacksonin gjikës, Elvis Presley në shpinë. Në mes dive. Kej timrin e ke qunë me distu dive. Shumë ngatë, njoni në gjitën për gjikësi, qetri në gjitën për shpine. Qa me të mo? Edhe po thu jama po me pranë. Edhe po thu se dua man ke hinkera në tak. Adhen la u dekhalu u gjohra dabbin, la dekhaltu mahum me hin birgjarb në ato hin edhe ju me ato. Imami Muslim, Ebu Dawudi dhe Termiziu radiallahu anhum transmetojnë prej një sahabit të cilë ka emni Thauban radiallahu ta'ala anhu, ka thonë Rasulullah a.s. Innama akhafa ala ummeti l'aimma l'mudillin. Unë prej punëve që i tut në ummetit tem mazdekjes time, ulemave mudillin. Ulemave të ummetit tem të cilët nuk janë gati me avtrasu rrugën e drejt, po bile i qesin prej rrugës ummetin tem. Shumë i tut në këtive ulemave. Innama akhafu ala ummeti l'aimma l'mudillin. Prisi fes i qet njerëzit prej rrugës. Prisi islamit i qet njerëzit prej taktit imanit edhe të besimit edhe të islamit. Fe idha wudia sejfu an ummeti fi ummeti lem jurfa anha.
ila jaumil qiyama, tha në ummetin tem, si të lishot, shpata prej dore, nuk ngrejet më atëri ditën e kiamet. Këtë shembol, pjesën e këtij hadithi, inshallah ndërsa qera do ta shpjegojmë. Inshallah ndërsa qera do ta shpjegojmë. Çka na ka lënë Rasullullah në këtë pjesë të këtij hadithi, çka na ka mshef mrena. Wala taqumu as-sa'a hatta taltahiqa qabailu min ummati bil mushrikin. S'ka më u bë dita e kiametit. Nuk ka më marr kjo punë të fund derisa disa fise prej ummetit tem të kalojnë prej islamit në dinin tjetër, në dinin e mushrikëve. Nuk ka thonë disa persona, ka thonë disa fise. Nuk ka më u bë dita e kiametit derisa disa fise prej ummetit tem të kalojnë fenë e mushrikëve, të kalojnë të i bojnë ibadet më shumë se një Zotit. A ka edhe kjo mundet ta? Po mundet, që shjo. Rogeja i francezit çka boni? Prej ferës vetë kalojnë islam. E ka pa udhën e drejt, e ka pa dritën e Allahut në përmet leximit. Në Francë kësi muhabet e bon. Këtë Stevens, këngëtari i njohur anglez, me një koncert vetin kishte shumë njerëz e ma shumë vajza. Ato afrun të ajo fet tribine ku knonaj, edhe i thanë, që ti tu knu, ati anglezit i thanë, ti je zoti jon. Ti je zoti jon. Ajo la kongën edhe hini mrena, la kongën gjimë, si hini mrena të menagjeri vetë. Tha këto në koncerte gjetën zotin e vetë. U kalzoma ke ka mullet emin. Këto e gjetën Allahin e vetë. Unë po du të emin me gjetë. Pin këtë moment të tane jam musliman mo. Tham la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jusuf Islam e ka morë emnin, tash emnin e ri, Jusuf Islam. Si ka arë mërzi për këtë Stevensit, Pita Stevens me kalu Jusuf Islam. Ama është shumë fenomenal, është shumë interesant, është shumë më rëndësi, se në mesin e popullit tonë, në mesin e gjemve tonë, në mesin e meseve tona, rahat njoni, e ngren gishtin, edhe thot, a di shka, dinin e babalarve, vlave jam, s'ka këtu shumë shka me diskutu, fejën e babalarve, shfar fejë kanë pas babalarve të tonë, qa janë, këtu s'ka shka me diskutu, pse, ka thona i majstor bashi, ka thona i shka janon murit penin, ka thona i shka jaman zhivën e murit, ka thona i shka janon gurin e partë e melit, edhe a i kulmin shka përjanoj ka, kjo fe, duhet me alishu fe, venin fes babalarve, duhet me alishu pra. Kjo shka, kjo një fis don me kalun fëndinin e mushrikinve. Një fis prej fiseve, të metit një kabile prej kabileve, të metit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam. As se di shka atu lon, as se di shka atu mor, as njone. As se di shka atu lon, as se di shka atu mor. Dini babalarve. Pra ja u përcelim në përmet këti hadisi, kejt njerëzve, shka mendojnë se dini i babalarve, i këti populli, është dini krishter, ja u përcelim, ja u tërhekmi vërejqen se gabime kanë. Dojnë me traftu populli në atë moment ato njerëz ka kanë si mentaliteti, se dini i babalarve këti populli nuk ka dini krishter, ajo ka datën kur ka arën shekullin 1-2-3, kurse dini i babalarve këti populli është paganizmi, a gje ku sviqit i bon sejde, a gje ku lisit i bon sejde, a gje ku zjarit i bon sejde, e që a gje duhet me shku pra. Ata merë menja vicit tanë sejde mi bon. Ata merë menja lopës tonë me i ranë sejde. Ata në dush me këthi të knena pra. Kur të thajsh të knena duhet mi shkel kejt të re ati ku je. Ska nevoj me shastris menën. Por vazhdon, in në fi dhalike le ajatin lil alimin. Vazhdon për ato që ka kanë men. Wa hatta ta'buda qabailu min ummatil awthan. Ka me shku puna aq larg deri sa disa fise të ummetit tem idoleve, putave kanë më u bon sejde. O gja, bashkë të rinë që këtë hala. Pa ishti mos të bojmë me emna se është haram, nuk kanë regull. Një njeri prej më të dashmive që e kam këtë bot, një herë në dhomën e vetë në ka pas thonë vitin të altë nëmë, mos më shaj filanin se e kam zët. Jo në kuptimin e kam zët të lësum, po e kam zët. A u kri? Tama. U bohë, e kam zët. Edhe u kri. Nuk duhet me komentu hadisin ma shumë. Ki njeri e fletë gjuhën tonë, ashtë prej njerëzmive matë afërm të mive, shka i kam këtë botë ku jetojmë na, prej njerëzve matë afërm, mos ma shaj filonin se e kam zët. Njonin e kanë një të thonë, ku keve gje, ka thonë, ke është e vorri zotit.
ka është e vorri Zotit, një dashur i ati kanë pas vorros me një vend, ka është e vorri Zotit. Këto lojna janë teren, këto lojna janë popull, këto lojna qarkollojt, mrena, këto janë hijet padukshme, të cilët nuk i shofin vetëm ato shka kanë mësi qerë, vetëm mësit e ative shka shofin am ditën am notën, vetëm ato i shojnë, jo kejt. Wa innehu yakunu min ummati 30 kadhabun kulluhum yaz'amu annahu nabiy. Ka me arë koha një 30 vet, Allahu alem kush janë këto, kanë me dalë në umetin tem të 30 renca. Të 30 kanë me mendu se janë pengamer. Ka thonë, wala nabiyya ba'di wa ana khatamun nabiyyin. Asni pengamer mas mua mos vjen. Ka thonë, unë jam vula e gjithë prej Ademit deri në fund. Ma kana Muhammedun aba ahadin min rijalikum walakin Rasul Allah wa khataman nabiyyin. Skama, Muhammed a.s. nuk është baba i njonit për juve, po është, qka është? Ashtë Rasuli dërguar e Allahu Gjelle Gjelalu edhe është vula, ka thonë, anë el mukfi, mas muë mos ka. Ka thonë, anë el muakib, unë jam themra e të gjithve, mas themra sa ka kom mo? Mas themra sa ka kom të nena? Ka thonë, unë jam themra të gjithve, unë jam vula e të gjithve dhe akri, kjo derë, ambyll, kejt, kush besojnë sa i Aleksandrijës, a gjeshka është palë për nga merë, në vitin 1983, kejt qapira janë tëri mjësja i shka është palë vetë. Allahu Gjelle Gjelalu, ummetën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mëse lash me jetu deri në ditët e fundit, a gjë inshallah, ku janë ato udhkriqet më të mëdha të cilët njeriu në nxjerrin prej besimit, ai mendon se halan rrugë ndoshta. Wa innahu yakunu min ummati 30 kadhabun, kulluhum yaz'amu annahu nabiy. Wa ana khatamun nabiyyin, ka thonë unë jam vula, s'ka mas meje ma. Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk dërgon që tërkan, vahjit ju kanë mbyll gjitha dirët që në 1400 vet. Wali anni wala nabiyya ba'di, s'ka mas mua për nga mërë, wala tazalu taifetun min ummati ala haq, la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Mirë po, na jemi pozitiv muslimanët, më përgjithsin, pa marë parasysh me këto spjegime, pa marë parasysh me këto hadise. Na jemi muslimanët prapë pozitiv, na jemi prapë në profit, na muslimanët jemi prapë në fitore, për shkak se Rasulullah s.a.s. ka thonë, la wala tazalu taifetun min ummati ala haq, la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Thonë mesin e citive njerëzve lakus, mesin e këtive ulemave shka e qesin ummetën e pejgamberit prej takti me emnin e ilmit, edhe me emnin e islamit, me emnin e dinit, me emnin e sunnetit, ndoshta spjegojnë diçka tjetër, dëshirojnë diçka tjetër, simpatizojnë diçka tjetër, nuk e simpatizojnë edhe nuk digjen, nuk e vënë vetën vakëf për Allahun Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanuh, po e materializojnë, yabi'una dinahum bi'aradin min ad-dunya qalil, e shesin fene Allahu Gjelle Gjelaluhu për një materjet kësaj botet vogël. Don me kejtë së barabar. Rasulullah s.a.s. ka thonë, në mesin e umetit tem, prap do t'jet një grup njerëz, la yadurruhum man khalafahum, do të rinë kam për të vërtetën, nuk javë trem sinin, nuk javë trem sinin askush, nuk javë tremin sinin qeverit, nuk javë trem sinin biftoni, nuk javë trem sinin shpifja, nuk javë trem sinin lapsi huj, nuk javë trem sinin kohët e kota dhe kohët pa kohë, në kohën e fundit umetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, qaimina ala al-haq, rinë pas vërtetës edhe janë shumë pas vërtetës qëndrushëm, la yadurruhum man khalafahum, nuk jo hinu dhe ato që ka mendojnë ndryshe, as pak që intereson kush mendojnë ndryshe, mendojnë si mendojnë Kurani Kerimi, a kri kejta në regull, mendojnë si mendojnë suneti pejgamberit alayhi salam, që ragjona janë kejtë vendin e vetë, teri kur kështu kanë me vazhdu një grup, edhe në hatta ya'tiya amrullah, teri ditën e kiametit. Në mesin e rravet muslimanve, kësi gjem ka me pas, kja është shpitoria jonë, këtu i kemi shlu në shpresat se ummeti i pejgamberit ton deri ditën e gjikimit në mesin e vet do të ketë njerëz shka nuk ju tremët sini prej stuhive, kataklizmave, shka kalojnë përmita ose kalojnë rrethative. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, imami Muslim e transmeton nga ke radiallahu ta'ala anhuma, la ya'tiyanna 'ala an-nasi zaman la yadri al-qatilu fi ayyi shay'in qutil ولا يدري المقتول في أي شيء لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول في أي شيء قتل. الكامة أركوها نمي أمتي التام asaj shka ka vra dikan s'ka me dit se ka vra,
asa i vrami, s'ka me ditë sa vra. La yadri l'qatilu limadha qatal, wala yadri l'maktulu li ayyi shay'in qutil. Ai që del e vrat dikan se di pse e ka vra. E çon mikrofonin te goja pyet mirë e bone këtë vepër. Pse e bone? S'ka. Pse e bone? Nuk ka përgjigje. Dvramin me qenë se fol mas vdekjes se çon mikrofonin pse e vra burr? Nuk di gjë. Asa i shka ka vra se di pse, asa i shka vra se di pse. Po që bo, kjo qenë ka shumë e rrezikshme. Kjo është shumë e rrezikshme. Kjo problem prej problematikut më të madh në kohën bashkohore. Se njerëzit dalin e japin më të shtrejtën, se din pse e kanë dhonë. Ai shka ka vdek, ka dal, ka vdek, se din pse ka vdek. Prej ka rrëv, prej ka vjet të rritë kjo që ka që modhe, prej ka vjet. Prej atje se njerëzit nuk din e shtrejta, pse është e shtrejt, edhe e lira, pse është e lirë. Vetëm prej kësaj, prej kur gjanë qëtër. Ajo që është e shtrejt, pse është e shtrejt. Wala yadri al-maqtulu fi ay shay'in qutil. Qila wa kayf ya Rasul Allah, si kështu. Ta si kështu. Ai shka vrat, se dim se ka vra, ai shka vra, se dim se është vra. Wa kayf, ta si kështu. Tha al-harju Rasulullah alayhi salatu wasalam. Al-harju fa al-qatilu wal-maqtulu fi an-nar. Tha gjakderdhje. Kur gjakderdhje tha ka emnin. I vrami edhe vrastin gjahannam. Emnin tha e merë gjakderdhe, tha nuk e merë titullin që kështu e ka venit edhe marrë i puna. Gjakderdhe tha. Njerëzit trimnohen pa din. Muslimani ti thot ti së mjef muë. Kujshia se do t'i ala se di me ka ki pun. Ama jashtë atë murit kujshies ma anena pak. Të më falësh, të më falësh. Kujshia si ngrenë shumë pluhën në atë kohë. Ama ati qetrit kur qkoje me kërë në qytet, a i fa gjali i ri, a i fa gjali me zinxhir, a i fa gjali i lidhun, a i fa gjali i prangosur, kërrin e mirë, jahudi 800 kërrin, e ka hip në regula njës posht, edhe i ka dhonë gas fort, trimnia në nivel, burnia në nivel, veshmbathja në nivel, çanta në nivel, rezervari në nivel, gumat në nivel. Ama një radar mas një shleperit, pak njonja ka kal dritat, 120, 80, 90, 70, 60, 50, 30, 40, tamam. Elhamdulillahu kur ta lisa edhe zemra pak ma shpejt. Ritmi i zemrës pin 60, 95, 105. Kerri të poshtë, zemra tërma. Kerri pin 120, 40, zemra pin 40, 120. Që kjo është ajo? Që kjo është ajo dynja e jonë? Që kjo është ajo dynja e jonë? Që kjo është ajo trimnia e ati njeri qka do të vrase se di pse ka vra. Vrase se di pse është vra. Thanë kejfe ja Rasul Allah, si ashtu? Tha al-harju, tha mujarrad, gjakderdhje e thjesht, el-qatilu wal-maktulu fin-nar. Vrasësi edhe i vrari në gjahannam. Tirmiziu transmeton radiallahu ta'ala anhu. Prej Abdullah ibn Umarit, gjallit as të Umarit, radiallahu anhuma, ka thonë, idha meshet ummeti l-mutajta, وخدمتها أبناء الملوك والفارس والروم سلط شرارها على خيارها. أظن أمتي يعني كرت شكوين مطيطاء arabisht i thojnë tabakhtur. Kur të hesin ummeti jam me në mdhaj ndaj njëni qetrit. Shumë ju kushton me abo me dhja ati vlavit vetë musliman se prej mu e mos prit as një zarar. Ju kushton shumë. Po rinë në te dajma që shminejt ati qetrit si egrë ta dhja a i që zban ka unë e fort mu krujt. Në këtë bazë jetojnë. Kjo me në madhësi, kjo me islamin s'ka lidhje heq. Muslimani ja ban me dhije ku i shies se unë da i te jam i but. Prej mu e nuk ka nevoj me prit keq, se faktikisht nuk dven kur. Qështu ja ban me dhije vlavit vetë? Kanë thonë, deri sa briskin e gjepit që e ke tali vlau, si tjeti qelun briski i gjepit, si tjeti qelun, duesh ti me kap tehin e ati mi adhon ka bishti. Mos dhvene tërte ajo elbet mutu taj. Si tjeti mbyllën, ja jep mbyllën, si tjeti hapën tehin ka na jote, bishtin ka aj. Mos dhvene tërte ajo aj mutu të pitije. Kaq duesh me qeni qartë edhe i fiksum da i vlavit musliman, mës me arë tërte e tërqesmi e ati.
Thonë, idha meshatil ummeti ala mutajita, kur të hecë ummeti jam me mane madhësi, nuk din me jetu në butësi edhe nërtësi faktikisht, po gjithmonë rritë mrëllë. Ja bojnë me dia ati qetrit me një metodë prej metodave, se ka une që s'ka nevoj fort që se di une 27 burnim të shpija gje, dhe mu e del pun të jetë del. Kështu në kësi jetë jetojnë. Atëherë pra, kur të jetojnë kësi jetë, kur të amorin principin jetësor kësisoj, Rasulullah a.s. ka thonë, sullita wa khadamet ha abna ul muluk. Tha dhe shërptor të ative, do të thot prisët, e ka për qëllim shërptor prisët e ative, gjalimretit, aj veç aj e di se që duhet me abo, min el faris i vërrum, persian, që i kanë bojë batë e zarmit, prej Rome, Gjani Demikelis, ama kje, ki Gjani Demikelis, ki e di ki ishte politikan i madhë, Gjani Demikelis, pi parametrit drejnë burg për rishfet, ama i djetari ma, pu burgoske filoni, a konë ministrën filan parlamentin me renome, me njohuri, me shohre, me autoritet madhë, për rishfet ka hinë burg. Ama pun, e unë e sinë, sa një kepe që rume që kaqë, se fati jem me këta i lidhëm. Ti shuj hoqo se këtu predh më fati jonë me gërshon, që ki, asha i ka gërshon për punën tonë. Tamam. Korruptori, a i rishfetëzia, a e predh fatin tema? Jo, unë fatin tem nuk jalo me e prej ative njerëzve, shka e harë i shfetën, e harë haramin, e harë masunin e huj, nderin e huj e në morën e përkom, ato fatin tem se ne presin. E kur ndodhe pra kështu, e thonë, sullita shiraruha ala khiyariha. E thonë atëherë, më të këshit prej mesit ative, më të doptit, ngritën edhe dhe heqin. Më të doptit, i nëzirë Allah i nalë, prej poshtë, ato që di hutra si bojnë, ato që di kore pete pa praz mrena nuk i bojnë, ato që di banka vlerë nuk i kanë, Allahu Gjelle Gjelalu ja vëband mundun, që dalin prej poshtë, bënd gatë, ta o dhe heqin popullit. I ka zojnë popullit se qështu ju duhet me herë, na që shtoj. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu ta'ala anhu, thonë, idha futihat alejkum, khazainu farisi wa rum, eju kaumin entum jau me idhin. Tha qa dit, shka do të shpalët Persia, do të kalon Persia në Islam, edhe khazinet, bankat e ative do të kalojnë dorën e juve. Wa futihat alejkum Rum, edhe Roma do të shpalët, për shkak se Roma do të kalojnë në Islam. Edhe Romakve thunë lirisht, se në fejnë tonë e kishmi, se Roma ka me kalu në Islam. Nuk e ka qëllimin Roma, qiteti Romës, po Roma, kujnë e i thojnë Romak, që ato kanë me kalu në Islam. Këtë fejnë tonë, ka me kalu Allahu Gjelle Gjelalu, ka thonë Kurani Kerim, hua alladhi arsala wa dini l'haqqi li yudhhirahu ala dini kulli. Unë e kam zbrit këtë fe, një ditë për ditëve ka me qenë dominuse, ka me kaplu ruzullin të kësor, insha Allah. Ka thonë le tuftahan në Roma, ka thonë le tuftahan në l'Qistantinija, wa la ni'ma al-jaysh dhalika al-jaysh, wa la ni'ma al-amiru amiruhu. Ka thonë ka me u shpalë Konstantinia, ka thonë ka me kalu Stambolin Islam, a ka kalu? Ka kalu moti. E thonë shumë ushtri e ndershme asaj ushtri që do të kaluajnë Stambol. Shumë i ndershëm do tjetë a i që ka do t'i prija asaj ushtri. Ka kalu moti. Ka thonë le tuftahan në Roma. Ka me... Esni pak të para. Idha futihat alejkum khazainu Farisi wa Rum. Si të kaluaj Roma. Greqia, Roma, ku e di unë që du shtuja një emën e bajnë të djetë. Persia të kalojnë në Islam. Bankat e ative, pasurin e ative të kalojnë dorën e ju. Eju kaumin entum. Qëfare do tjeni në atë kohë musliman? E ngrejti gishtin një Abdurrahman ibn Auf, prej sahabëve të ndershëm Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam tha, në kunu kema amar Allahu azza wa jalla ya Rasul Allah. Tha në atë kohë, na do t'jemi qish ka urnu Zoti me qenë. Qasi do t'jemi? Do të thot, nuk do t'na lohate neve kjo pasurit, nuk do t'na lohate neve magazet, nuk do t'na lohate neve materia. Tha Rasulullah alaihi wasallam, ja Abdurrahman, ti po thu kështu. Kjo do t'jetë ti qish po thu, ama në thot këtë ti t'kishe jetu në atë kohë. Tha në realitet do t'jetë ndryshe atëherë. Tha qish do t'jetë ja Rasul Allah? Tha të të nafesun, o ummeti jam i ndëruar, o të shun i cili, o ti i ri, o ti Abdurrahman, o ti burri madh,
i cili po e ngren gishtin e po më përgjigje se ne do t'jemi qish ka urdhnu Zoti me qenë. Tha, raportet do të ndrojnë atëherë. Tha, 89 pesun. Tha, keni me bo gara në atë ko. I ka folë ati, në realitet ku janë të i folë? Neve. Tha, 89 pesun. Gara, i kdil. Njoni shpijen dikat. Ka hip më në te për me shpi. E du s'kam kërgjoha ma që ketë sën pja duroj që këta. 3 kat. 3 kat, ka hip më në te për me shpi. Hekja kulmin. Në e 4 kat. 5 kat. 6 kat. 7. 8. E tëri ku kam rri puna? E që tash. Unë po du që ti më shkoj shtërma mo. Më shka me të bo në artone, qila a largë. Qka me bo, qila në altë, edhe në artone, ti përmi shpion tone. E që tash pra. E ka me mu bojnë pazar. Sa po lipti që përmi shpion tone mësë me shku tërma mo. Se ajrin po mazen, ajrin. Ajrin po mazen. Shqiqoni o burra, në këtë botë s'kish ajrë për do. Në këtë dënjo do për jazishin oksigenin, ajrin një një qetrit. E që tash, maj $100,000, mës maro për mi shpion tonë, tërma, lema qel havan. Tama. Lema qel havan. Mës nërta tërma mo. Thonë, të na fesun. Aj një shnik tokin, di shnik, aj 3 shnik, aj 1 hektar, ki 2 hektar, aj 3 hektar, aj 1 kar, ki 1 kar. Aj, halli ati, pin fiz drejnë BMW, ha? Eshte e pra. BMW 700, 750, 800, 850. Po, 850, ama turbo, jo pa turbo. Diesel, pa diesel. E qështu pra, 89 pesun. E thonë që kjo ki i let ka me kalun radhët e juve me ispari. Shumë ka me ju interesua i qetri shka pata thu. A pave, një najlon e kish mush me kopana pule, halli ati. Edhe kopanat e pulis ja kanë zonë ullin këti qetrit. Allah, Allah. Ku i ka mora ato para atë setre që i ka bleha, halli ati setre 100 marka. Eshti duhet me dalë para gjamiës, gjumon, kur dalmi, a i që e ka ble setrën e mirë, me dhe, o, katunar. Une që këtë setrën që ka e kam ble, kam punu të njoni 4 dit, kanë zë 5 mark, 100 mark, shkove e bleva në shkup një dite. Tamam, bëra, hajt, shkosh, ti se ma e morën vesh. Faleminjar, më zga bodën e sanë helbet me ble pa e dit na. Na duhet me dit kejt punt. Ka thonë, tete na fesun. Ka thonë, thumë me tete hasedun. Vaza e dit, masit bani gara, tonë e keni me bon hasedin një një qetrit. Gjelozia ka me ju himrejna në gjak. Keni me qenë dhe një një qetrit gjeloz. Shumë ka me ju mundu dituria e njonit. Shumë ka me ju mundu aftësia e qetrit. Shumë ka me ju mundu modestia e qetrit. Hafëz lëki e hafëzit fort ka me mundu hafëzin e lisht. Hoxha lëki hoxhës fort ka me mundu hoxhën e lisht. Mësus lëki mësusit fort ka me mundu mësusin e lisht. Bujqësia bujkut fort ka me mundu bujkun e lisht. Zanati i zanatlijës fort ka me mundu zanatin e lisht. Blektoria e blektorit fort ka me mundu blektorin e dobet. Thumë të të hasedun. Nuk do të keni mundësi, do të shëndrojni me një popull, i cili faktikisht me pasë, dhe një gjallë prej mesit popullit, pak manam një kaqore do me dalë, do të angazhoni nivel popullor, sa ma shpejt, gutu të shkatrojmë, të ashtim tokë, të ashtim në vorë se shkoj tërma, 1 santin e gjimës, për mu kishë dalë, e së mundet me dalë për mu 1 santin e gjimës, veç 1 gjim santini nërmu, mas fakti, këtu do të shpejtoni të gjithë, thumë me të të hasedun, thumë me të të dabarun, dhe në faza e tretë do t'ja këtheni shpinë e një një qetrit. Ma i spari do t'u fut një ngara, mas garave do t'kaloni në gjelozi, zati gjelozia kur t'hinje qka do t'bani atëhere, do t'ja këtheni shpinë e një një qetrit, ma nuk do t'keni mardhonje, s'për shkak se nuk do t'adoni një një qetrit, ato shka se doj një një qetrit një këthejt, një një qetrit shpinën, kjo do t'ju ndodhu me t'i tem, kësi do t'jenu me t'i jam ma vonë. E në atë kohë shfare janë? Pasanik. Kur kanë hongër kokat kalamoqit mazdarke, e kanë bo me vludin të kesh. Kur i kanë palata, vila, shpijat, edhe i kanë kejt gjemë kanë i kërë, edhe kanë pare sa të dush, hitë zbojnë me vlud, asë njëherë, asë një me vlud se bojnë mo. Hy mu i me vludit, del zdojnë me një për shembol për atë punë. Hi Ramazanit, del gzime Ramazanit posaqme, nuk bojnë. Po edhe me bojnë i gzim të Ramazanit posaqme, del bela për ati gzimit. Del telashe për ati gzimit. Dalin pasoja, do me thonë muslimanët në fejën e vetë, zdinë mu gzu. Muslimanët në fejën e vetë nuk din me gzu. Pse kështu a thu? Në me gjlis shkojnë me gjilpana.
Në mezhlis shkojnë me shigjeta me veti. Shkon në mezhlis me nejt mazdarke, ama shigjetën me gjithë shtinzën me veti. Del në kuvend, kur dalë nuk del me spjegu shkencë, po del me spjegu epsh, del me spjegu vetë vetën. Kur dalë me spjegu dinin, del me spjegu dinin, po e materializon aq fort, sa që deri ku shkon larg puna, sa që i qillojnë njerëzit në xhami, kështë e thonë që këtë laf, ama filoni kanë aktu, kjo e prek filonin. Qatë shalter e mbyllë se e prek filonin. Në ta qeli qetrin. Qetrin shalter kur ta qelit, 2 vet i dalin për para, jo dhe këtu 2 vet, hala ma hiq bilezban. E mundon njonja edhe qetra, ka arë një hoxh i madh me fakultet të krime dhe me sukses e ka kri fakultetin, jeton edhe aj faliminar, vlavijona, nuk hek mi dorë për lasnive tonë, po ka arën të konkluza dhe ka përhap zirtarisht se nuk du me kalzu më nasihat. Ska fajde. Pi nasihatis del gjomo. Edhe a pasivizu, ka himrenat e shpia, nuk do me nas pjegu mo, kur gjo, i ka mbyll diturit e veta që ka nga 15 vetë për të, edhe ska fajde mo. Këti s'ki shka me kalzu. Nasihatis, pi nasihatis ska gjo. Allahu Jelle Jelaluhu ka thonë Kurani Kerim, fadhakkir in nafa'ati dhikra, in bimana qad, fadhakkir kad nafa'ati dhikra, spjego se me siguri spjegimi ban fajde. Fol, se e fol mja i ka dobit e veta. E kanë mësu halkit qenin e policijës, me shka e kanë mësu, tu i fol, po e bitis punën. E kanë mësu halkit zagarin me gjujt lepër me ta prut gjall, me zonë me ta prut gjall, me shka e kanë mësu, tu i fol. E njeris po mirë ka vesh për të fol mësa, a i pikuj merë vesh, pra si mos more vesh për fjallës, për cëllës pun merë vesh aj. Ska nevoj ma, ba di hava, e pak, nuk ka fajde e lom, hajde e lom ma, e lom kejt. E lom se edhe fushën e lom, se ras me bari, s'ka fajde. A i lom edhe arat, a i lom edhe duqonët, a i lom edhe nasihatin, a i lom edhe fjallë, a i lom edhe gjamin, a i lom kejt. Kush jemi atë herën atë ko, kush jemi në atë rast të thu, jemi ato të cilët në letrën e bardh, qerve ja fimin në nshkru kapitulimin. Tha thumë të të babarun, au të të bagadun, tha edhe rasët, futët hidhrimin mesin e radhave t'juv, kur kosh kërkan ma nuk e don. Kësi do t'jeni në atë kohë, Allahun Jelle Jelaluhu vë Jelle Shënu e Lusim, që këto cilësi të hadisit të cilët në i cekin fund tash, mës t'jenë cilësi të ummetit për nga merit a.s. në kohën tonë, mës t'ken qenë cilësi të ummetit në kohën e kaluar, mës t'jenë cilësi të ummetit në kohën atë që po vinë, edhe generatat qerat të cilët për në ndjekin, Allahu Jelle Jelaluhu në këtë botë me selamet, edhe me mëshirë, edhe me mirë, edhe me urtësi, edhe me mirësi i pruft, inshallah. Namazin e gjumas, kejve muslimanve anë man botës kabul e boft, inshallah. Qelimën të cilën të ta bojnë për mërhumin, i cili ka radhën këtë ditë sot Allahu Jelle Jelaluhu, me gjithë namazin e gjumas kabul, inshallah. Ato që ka kanë vdek sot, ato që ka do të vdesin nesër, ato që ka kanë vdek në kaluarën, Allahu Jelle Jelaluhu i mëshiroft, inshallah. Ato që ka janë në spital, inshallah, para se të dalmi na, prej gjamiës tonë sot Allahu Jelle Jelaluhu prej shkatit spitali shpinë, e veti qënë shëndosh, ja Rabbel Alamin. Ato të cilët janë të burgosën, Allahu Jelle Jelaluhu vë Jelle Shanu ja vëbëft mundun që nga qelijat e burgut sot dalin inshallah. E sidomos o Zot, ato shka janë burgos pa faj. Ato para kejve të lutem jo Allah që të kenë privilegj për daljen, e ato shka kanë meritu inshallah dënimin e vetë me letësine të kalojnë inshallah. Në vorë babalar, nena, nana, motra, vlaznit të cilët kanë vdek para nesh, Allahu Jelle Jelaluhu ja vëboft kolaj dhe ja vëboft mirë, inshallah, e sidomos për të lutemi o Zot për hirtë kësaj ditës gjumos, që ja vëbajnë shmalet, Allahit, umetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam, edhe njëherë o Allah i jonë për të lutemi, që salavatët, selamet e tona, të i përcellës të vorri Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam, në këtë ditë madhe, inshallah punët e tona në i shkrun, në i run, në i rrit, edhe në i jep ditën e kiametit, ti që shedin o Allah i jonë. Që tash, na do të abojmë një që حبيبنا وعظيمنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم خير نبي للعالمين أرسله أما بعد فيا إخوة المؤمنون فإني أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله عز وجل وأحثكم على طاعته والتمسك بشريعته. يقول المولى تبارك وتعالى في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما عن موضوعنا في هذه الجمعة المباركة فيقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون
صدق الله العظيم. يقول المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم في حديثه: إن الله تعالى فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما قال. رضي الله عن الصحابة والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وخاصة منهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين يا رب العالمين. عباد الله اتقوا الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. استغفروه يغفر لكم. التائب حبيب الرحمن، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما عنه نهى وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم بدأ به بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، حيث قال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، ارحم موتانا واحفظ أحيانا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.